Një ngjarje e rëndë ka ndodhur këtë të mërkurë në fshatin mashkullor të Gjirokastrës, ku një 15 vjeçar ka humbur jetën në ambientet e një pishine private. Viktima është identifikuar si Arbër Peçi. Sipas informacioneve paraprake, i mituri kishte konsumuar një pijet të nxehtë dhe më pas ishte futur për t'u larë në pishinë, ku dyshohet se ka psuar një arrest kardiak gjatë qëndrimit në ujë. Megjithatë, me gjithë ndërhyrjen e menjëhershme, 15 vjeçari nuk ka mundur të mbijetojë. Burimet paraprake bëjnë me dije se i riu nuk rezultonte të kishte probleme shëndetësore të njohura më parë. Në momentin e ngjarjes, sipas të dhënave paraprake, në pishinë nuk ka pasur roje sigurie për pushuesit, një element që po verifikohet nga autoritetet si pjesë e hetimit. Pishina private Glow rezulton të jetë në pronësi të Ermal Kokos, bashkëshortit të nënkryetares së bashkisë, ndërsa kjo rretham po administrohet nga grupi hetimor për të sqaruar të gjitha detajet e funksionimit dhe sigurisë së ambientit. Policia ka shoqëruar 3 persona për t'i marrë në pyetje lidhur me rrethanat e ngjarjes, ndërsa prokuroria ka nisur hetimet për të përcaktuar shkakun e saktë të vdekjes dhe përgjegjësive të mundshme. I mituri kishte shkuar në pishinë pa shoqëruar nga familjarët, ndërsa prindurit kanë bërritur në vend ngjarje pas njoftimit për tragjedinë që ka tronditur zonën.